Mirëdita të gjithëve. Në për rrugët e Shqipërisë po vrasin qenë, pa fund. Dhe madje lexova që po vrasin edhe vetë punonjësit e bashkisë. Dhe doja t'ju pyesja juve, është e drejtë sipas jush? Padyshim shumë prej jush e mendojnë si unë, sepse do t'ju them pse përse e mendoj dhe si e mendoj unë dhe përse e mendoj kështu, dhe doja që ta diskutonim së bashku. Duhet që të diskutojmë dhe për këto, sepse ne jetojmë në një botë që nuk marrim asgjë me vete dhe jemi pothuajse si të njëjtat specie që jetojnë këtu. Bile do t'ju them. Sipas shkrimeve antike, Zoti i krijoi që të gjithë në të njëjtin nivel, edhe kafshët dhe insektet, çdo gjë. Dhe ajo thënia ku shkruhet që Zoti krijoi kafshët që të hante njeriu, është gabim. Nuk e ka shkruar Zoti një gjë të tillë, sepse që të gjitha speciet janë krijesa të Zotit. Madje Zoti i dha një diçka qenit që njeriu nuk e ka, dashuri pa kondicion, pra pa kushte. Pra një dashuri që ai t'jep pa fund. Dhe pse duhet i marrësh jetën një qeni? Lexova që në disa bashki, në një bashki të Shqipërisë, në disa po ndodhin to për ditë, pra që po vrasin qenë, por në një bashki kishin vrarë 80 qenë brenda një dite, 80 qenë brenda një dite. Dhe unë dua të bëj një pyetje tani. Sa para, sa buxheti duhet shtetit për të mbajtur qend e gjithë Shqipërisë, për shembull që t'i vendos në një qendër për mbrojtjen e kafshëve dhe t'i mbajnë këta. Sa para duhen. Bëra një llogari dhe unë mendoj që të paktën në të gjithë Shqipërinë ka rreth 100.000 qenë rrugësh, okay? Po flas ata që janë në rrugë. Dhe nëse janë 100.000 qenë në rrugë, sa para do të duhen sipas jush për të mbajtur qend për një vit? Pra 100.000 qenë për një vit. Sa ha një qenë, sipas jush, sa ha? Unë mendoj që një qenë nuk shpenzon për një qenë, nuk shpenzon më shumë se 200, maksimumi $300 për një vit, pra 300 euro një vit. Një qenë. Okay? 100.000 qenë. Pra, unë mendoj që me $1 milion mbajnë qenë për gjithë vitin në të gjithë Shqipërinë. Dhe pyetja është, a nuk ka buxhet shteti që të mbaj këta qenë? Po hedhin para pa fund për budallëqe, duke u tallur me popullin ndonjëherë, me pislëqe dhe budallëqe dhe nuk pas kanë që të mbajnë qend. Dikush do thotë, po mirë, qeni është qen, ne jemi, çfarë jemi ne? Ne jemi më pak se qeni. Ne nuk marrim asgjë, ne na duket sikur jemi, sepse kjo është diferenca. Diferenca është që ne na duket sikur jemi gjithçka, por nuk jemi asgjë. Sepse ne, duke patur vetdijen, na duket sikur ne kemi pushtuar planetin, por ne nuk marrim asgjë me vete, fare, ashtu siç edhe speciet e tjera. Dhe tjetra është që ne në vitin 2025 nuk kemi ndryshuar. Pra mendimi ynë për kafshët nuk ka ndryshuar dhe ky është turp i madh. Sepse normal që unë duke jetuar në atë vend, pra në Shqipëri, edhe unë e mendoja ndryshe kur isha i ri. Mirë po, kjo është ajo diferenca e njërit që thot, e një njeriu që thot unë jam ndërgjegjësuar dhe një tjetër nuk është ndërgjegjësuar. Pra kur ti thua cogito ergo sum, kur thua unë jam, pra jam unë dhe unë tani nga ky moment mund të mendoj me mendjen time. Pra cogito ergo sum. Dhe ne, për shembull unë të paktën, me kalimin e kohës kemi zhvilluar mendimin, kemi evoluar dhe sot e mendoj ndryshe. Atëherë rri me kafshët dhe do bëje si kafsh. Pra në kohën e monizmit po flas. Dhe padyshim edhe unë kam bërë gabime atëherë me kafshët, sepse nuk kam therrur, po thoshe që rrisnim kafsh. Ku ta dinim ne, ashtu ishim rritur. Tani kjo nuk do të thotë që ne duhet të qëndrojmë për tërë jetën të pandërgjegjshëm dhe të pavetdijshëm. Por vetdia është tepër e rëndësishme. Kështu që në vitin 2025 që të shkosh rreth të vrasësh kafshët vetë punonjësit e bashkisë, unë mendoj që kjo është jo vetëm një masakër, por është budallëku më i madh që mund të bëjë njeriu, sepse këtu tregon zhvillimin e mendjes së njeriu. Atëherë, çfarë ka bërë një qen? E zëm sikur qeni është një qen rrugësh dhe jeton për qefin e tij. Ty çfarë të ka bërë qeni që ti duhet ta vrasësh? Sepse kafshoi njërin apo dy të tjerë? Ti po vret me mira qen. Qeni nuk të ngacmon ashtu siç njeriu. Pra qeni, nëse ti shkon
ta ngacmosh, ai të ngacmon. Por qeni nuk është se të vjen dhe të kafshon kështu për sport, siç e bën njeriu. Njeriu vret për sport. Njeriu ka vrarë me miliona njerëz për sport, për qejf, ose ndonjëherë edhe për pushtet. Qeni mjafton vetëm një. Pra për t'i treguar tjetrit që ky është komandanti i grupit, vetëm kaq. Por qeni nuk vret si vrasin njerëzit. Dhe unë doja që t'ju pyesja juve, kush prej jush ka kafsh në shtëpi, pra qen, mace apo ku ta di unë. Dhe nëse do të ishit ju sot në qeveri, çfarë do të zgjidhni, çfarë do të bënit? Pra do të linit që vetë punonjësit e bashkisë të vrisnin kafshët, të vrisnin qent? Shiko, unë pash një video të një shqiptari, me erdhi keq, sinqerisht, me në telefon italianët, organizatë ndryshme, ju lutem to sepse po vrasin qent, të vjen për të qarë. Sepse ka njerëz të mirë në Shqipëri që e mendojnë si unë. Pse duhet t'i vrasësh kafshët? Pse duhet t'i vrasësh qent? Leri të lirë. Pra ky është mendimi im. Në Shqipëri kanë një koncept tjetër të kafshëve. Ka mbetur ende në epokën e gurit. Do t'ju them pse përse. Shiko, para pak ditësh pash një video të një zotërie që i kanë sekuestruar tokën. Tokën së bashku me tokën ka edhe një stall. Dhe lopët e tij tashmë janë jashtë. Dhe më erdhi shumë keq që askush nuk e çau kokën që të mund ta ndihmoj këtë zotërinë. Askush. Të ndihmoj një që i jep të paktën e para një që i jep për të ngrënë edhe fëmijëve tanë, pra familjeve tona. Por më e rëndësishmja, ai është ashtu siç edhe ne. Pra është një punëtor dhe nuk po vjedh asgjë. Dhe shteti duhet jetë baza e ndihmave pikërisht pra për këta njerëz që bëjnë blegtori apo edhe të tjerë që janë punëtor dhe kanë të nevojshme, sepse përveç veten e tyre që janë punëtor dhe nuk po vjedhin askënd, por edhe për njerëzit e tjerë, sepse ndihmojnë të tjerët, ndihmojnë që u japin për ushqim të tjerëve. Kështu që unë mendoj që këto diskutimet tona këtu padyshim do të lexohen dhe do dëshiroja që jo vetëm të lini komentin tuaj, por ta shpërndani këtë video, sepse padyshim edhe të tjerë do marrin pjesë në diskutimet tona dhe unë jam i bindur që diçka do të ndryshoj, ndonse janë pak, sepse të mbani mend diçka, ndryshimi nuk vjen me njerë, jo, vjen nga dalë. Se mendja e njeriut ambientohet. Ne jemi si punë, tamam si kafshët jemi ne. Ne çfarë shohim, bëjmë. Edhe unë kur isha i ri, çfarë shikoja, bëja. Pra të shiko kafshën dhe bëj si kafshë. Dhe normal që edhe pse isha pak ndryshe nga të tjerët, por sidoqoftë isha mes atij konteksti. Kështu që kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ndryshosh dhe nuk mund të ndryshosh, sepse nga momenti që ti ndryshon, do të thotë që ti ke zhvilluar, je ndryshe. Dhe ti kur je ndryshe, qoftë për vetveten që je i kënaqur, por ndoshta nëse ka një krijues atje jashtë, atje lart që padyshim dikush nga ju dhe shumë prej jush e din që ka, ai do të lavdëroj dhe do të japi diçka padyshim. Sepse çdo gjë ka lindur nga një dashuri dhe është shpërndar si një dashuri dhe jeton për dashuri. Kështu që nëse je më pranë dashurisë, atëherë je më pranë Zotit. Ky është mendimi im. Tani do dëshiroja një komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video. Kalofshi bukur.